Tani më thoni ju mu, a është skandal ky apo nuk është? Për mua është skandal. Shifeni pak. Ova. Gjeni pak. Përshëndetje fiks fare. Kam ardhur nga Italia për të verifikuar tek morgu në Tiranë një familjar. Është skandal botror. Njerëzit po i hanë krimbat. Kjo është situata. Pra me drejt zotëria thot, apo personi që ka dërguar mesazhin thot që është një skandal botror, sepse nuk i din çfarë lloj vendi të botës në vendin më të mbaruar të botës mund të ndodhë kjo gjëja. Domethënë, i vetmi justifikim që dhan njerëzit që punonin atje ishte që shikon na janë prish frigoriferat. Mi po si mund prishen një frigorifer në shtëpi i prishet dhe alarmohet gjithë lagja sepse duhet bler urgjent frigorifer i ri për shkak se mund të qelbet mishi, mund të qelbet çdo gjë. Dhe jo më të prishen frigoriferat e morgut. Atje ku të paktën ata që kanë ndruar jetë të trajtohen me një lloj respekti, me një lloj përkushtimi, me një lloj njerëzillëku, edhe të ketë disa kohë që të ketë ndodhur kjo, nuk ka skandal më të madh të shohësh të ndjerët atje me krimba, turpe faqazes. Ky është vërtet skandal, nuk ndodh në asnjë vend botës.